Mos respektimi i sinjalistikës rrugore ka shkaktuar aksidente të shumta në qendër të qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm. Sot kemi vendosur të bëjmë një vëzhgim për të kuptuar sjelljet e të qytetarëve në qendër të Shkodrës e po ashtu edhe pasojat që sjell mos respektimi i sinjalistikës rrugore. Nga vëzhgimi i bërë, kuptojmë se më pak të ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e respektimit të sinjalistikës rrugore janë të moshuarit dhe nënat me fëmijë. Disa herë gjatë vëzhgimit ton kemi parë nënat dhe të moshuarit të kalojnë rrugën në semafor të kuq, në një kohë që makinat janë në lëvizje në rrugët kryesore të qytetit. Një gjë e tillë është bërë shkak edhe për aksidente të mundshme, ndërkohë që janë vetë qytetarët ata të cilët ankohen për këtë sjellje. Çfarë kujdesi kanë? Janë kurset ato që i përgatisin për smorët. Unë jam shofer qysh në vitin 1968 edhe hala shambul prej makine. Po 30% kanë faj komsorët. Se ato lënë kom se po kurrecin tu të sheshi. Nuset e reja me karroca me fëmijë midis rrugës. Fëmijën ta largosh sa më shumë mos thithi smok makinës. Gjëna. Tesis me na normave mirë është. Se runë njerëzit, runë vetin e regullat, me zbatu regull dhe kaq. Po do të më ruajt njeri më tepër kur është me biçiklete me kom se sa makina, e të kuptohet e punë. Dhe kur nuk respektohet semafor? Pak ka pak. Edhe çift jam ka i herë si bjenën man as pak lloj moshe se me moshe vjetër. Nuk i bjenën man e kalan ndoshta, por unë tutem për vjetën doli. Respektimi i sinjalistikës rrugore jo vetëm është një sjellje qytetarie, por edhe rrit sigurinë për përdoruesit e rrugës. Ditët e fundit, si shkak i mos respektimit, janë regjistruar disa aksidente në qendër të qytetit dhe jo vetëm. Ndaj vëmendja e institucioneve për të garantuar siguri gjatë lëvizjes është e domosdoshme.